Përshëndetje nga kuzhina e Nirit. Sot kam vendosur me ndalë me juve edhe një recetë natyrale, një recetë super efektive, një recetë me dy përbërës që i kemi secila motër, secili vëlla në shtëpi. Krejt që kanë anëvitës, por janë 1 litër ujë e merrni të vluar, pra të nxehtë, të volë për ndryshe, prej bakollit që e vloni sikurse për kafe, edhe i merrni 3 qep edhe i qeroni, levoret e qepve. Normal i pastroni mirë me ujë me parë, sepse mundet me pas pluhur që i kanë nxehtë prej dheut, kështu që i pastroni mirë. Mbasi që ti pastroni pra levoret e qepve, i hedhni në një tenxhere, shtoni 1 litër ujë të val, pra të vluar, edhe i leni që të zihen për 12 minuta, derisa ta lëshojnë këtë ngjyrën e kuqe siç po shihni. Mbas 12 minuta tashti e nali shporetin sepse është zi ball. Për çka shërben kjo recetë natyrale, një recetë shumë efektive që vlen ta përdorni të gjithë. Korat e ftofta, kotnish, gripa, ftofje, kolli, infekcione urinore, këto për ndryshe që quhet po ashtu edhe blazenentzündung, tek femrat, sidomos mas shpeshti që femrat pra e hasen atë problem, edhe është shumë i mirë pra kundër ftofjeve. Ju dhem shpesh në anën e djathtë këto tek përfunibrive keni therje, pra jeni ftof, keni grip, keni ftofër të madh, keni koll, keni infekcione urinore, këpurdha tek femrat, po ashtu kjo recetë e këtij çaji është fantastike. Pra zini çajin për 12 minuta, mandej e merrni këtë çaj edhe bismillah e kolloni të një tazë i çajit, pra e kolloni me kulluse. Këtë çaj e konsumoni për ndryshe e pini 2 herë deri në 3 herë në ditje nga një tazë të madh, 250 ml deri në 300 ml në vaj, shikoni tash edhe tazat, 2 herë deri në 3 herë pra që bashkë ka mju pështu. Për juve pra motra që keni infekcione urinore, therje përfundi brive në anën e djathtë, jeni ftofur, këpurdha tek femra që paraqiten pra. Për juve vllazën që keni po ashtu edhe motra, kollitje, edhe jeni ftofur po ashtu, duke punuar tash te ku e ftoft, keni punën jashtë, sidomos ta vllazët që punojnë bashkëtelle, edhe kolli i myti, kështu që një recetë natyrale pa pasur nevojë të jam shkute mjeku me prit 2-3 orë plus për ftofje këtu ku jetojnë për Gjermani edhe krejt të motrat mund me shkruan komente që jetojnë se jone e din që shasht këto, 3 orë pret badiholla, plus për ftofje nuk kanë as pak lidhje. Ma shumë kanë Kosovë, me të vërtet. Për mos me pas nevojë pra me shku te mjeku, me harxhu kohë, ose me harxhu parë, me ble sirupa, nena, përgatit në këtë çaj edhe pine 3 herë në ditje. Që tazin që kom kollu tashti, sa ma mirë është me pi nxehtë, çush ja u doron juve goja, jo me pi tashti si e kemi qitë që tashti të valë me përvlu luksin, nuk po them, por sa t'ja u doron goja. Këtë pjesën tjetër që ka mbet pra, veç e kolloni edhe e leni në tenxhere. Para se me pi, mundeni me nxehtë pra ose me vok, tek shporeti prap, ju vllazën që punoni pra jashtë në punë, e zini në mëngjes edhe e merrni një termos, e kolloni, e merrni me veti, ju qellon hazër i nxehtë e nuk ju ftofet, po ashtu ju motra që punoni pra e merrni në termos me veti 3 herë në ditje. Është çaj fantastik. Ju që s'mundeni me pi pa ëmbëlsues, pa sheqer, e mira të mirës është pa hiç, pa sheqer, pa mjollë, por ju që tash të thoni jo s'moj me pi me myt, mundeni mja qit me qenë qaj i ngrahtë, jo me qenë i nxehtë, sepse ja hu ato vetit e mjolltës. Kështu që me qenë i ngrahtë, ja qetni pra një lugë të qajit vogël mjolltë edhe e pini, për mu e mirës është pra me pi qështu që është. Pa sheqer, pa mjollë, vetëm kështu 3 herë në ditje. Bën mjavdhon edhe fëmijëve po ashtu për koll, çaj natyral pa asnjë efekt anësor edhe shumë efektiv. Provoni motra të dashura për infekcion ju tash që më pyetni sa kohë me pi ose për largimin e këpurdhave. E pini pa ndërprer derisa t'ju heken këpurdhat, infekcionet pra urinore ose në pjesët intime, kruarje e këto me radhë i dina krejt femrat. Nuk e nalni pra derisa që s'keni nevojë pra hiç që e ndini veten mirë.
provone, bindeni vetë, pra e shihni vetë. Ju përshëndes juve përzemërsisht, ju falenderoj për çdo 100 recetat mia. Faleminderit për përkrahen që ma bëni, komentet e bukura e deri në recetën e radhës. Nga kuzhina e njerit ju them, miru pofshim.